Në 5 vjetorin e ndarjes nga jeta të një prej njerëzve punëtor të Novoselës, fisnikut, sipërmarrësit dhe kuzhinierit të talentuar Arqile Prifti, televizioni 6+1 Vlora me iniciativën e veçantë të drejtorit të përgjithshëm zotit Albert Deliaj, këtë të shtun ka surprizuar familjen Prifti në restorantin e tyre të njohur që mban emrin Lea. Surpriza ishte nëpërmjet një pikture ku mjeshtri i pikturës vlonjate Roland Runaj ka shprehur gjithë talentin e tij për të sjellë të gjallë në një portret shumë interesant Arqile Priftin. Piktura i është dorëzuar djalit të Arqiles Viron Priftit. Faleminderit. Djali i Arqile Priftit, Viron Prifti, aktualisht administratori restorant Lea, falenderon drejtorin e përgjithshëm të televizionit 6+1 Vlora, zotin Albert Deliaj, për këtë portret të hedhur në një pikturë interesante, që vjen në përkujtimin e figurës dhe veprës së Arqile Priftit, njohur si Lea nga çdo kush që ka shijuar gatimet e tij, qoftë edhe një herë të vetme. Por tradita vijon pasi restorant Lea në ditët e fundit të këtij janari priti dhe përcolli duke u shërbyer me dashuri dhe përkushtim me çmimet nga më të lirat dhe simboliket, një numër të konsiderueshëm të autoriteteve, por edhe njerëzve të thjeshtë në daljen e Vjosës nga shtrati në këtë janar të vitit 2026. Për të përkujtuar Lea në këtë 5 vjetor të ndarjes nga jeta, por edhe për ta vlerësuar restorantin që mban emrin e mjeshtrit të kuzhinës për humanizmin në çdo kohë, televizioni 6+1 Vlora mendoi zhvillimin e kësaj ceremonie këtë të shtunë në Novosel tek ura e Mifolit, tek restorant Lea. Faleminderit për gjithçka Berti. Paqit vetëm të mira, suksese dhe na ndjekshin vetëm mira, jetë e shëndet. Faleminderit. Kjo është për kontributin që ju keni si restorant, por edhe si banor të zonës, dhe Lea i cili ka qenë gjithmonë derë e hapur për të gjithë zonën e Novoselës, por pse jo edhe për fshatrat dhe për qytetin e Vlorës. Do kush i cili ka ardhur në Vlorë nuk mund të mos ndalonte këtu në restorantin tuaj, që gjithmonë ka qenë i hapur dhe gjithmonë bujar. Ashtu si kundër ishte edhe në këto ditë ku Vjosa doli nga shtrati dhe ju keni pritur kështu për 72 orë pa ndërprerje, autoritetet larta, të gjitha ata persona cilët u bën pjesë e aksionit për mbajtje në kontroll të situatës. Rosh, faleminderit dhe kemi një komunitet të mrekullueshëm këtu ku neve jetojmë dhe shërbejmë. Dhe faleminderit për gjithçka. Respekte. Në fakt, Berti e ka njohur personalisht Lean dhe gjithmonë ka nostalgji për të. Berti ka jetuar këtu dhe një kohë të gjatë dhe prindrit e Bertit dhe Berti vetë dhe ka njohur më së miri babait. Respekte për Bertin, për të gjithë. Dhe ju po e trashëgoni atë çfarë Lea ka lënë mbrapa. Faleminderit. Jo vetëm kjo, por ju tregojeni njëkohësisht bujar si me pushtetarët ashtu edhe me njerëzit e thjeshtë. Ne do vazhdojmë të presim dhe të përcjellim në gjurmët e babait. Pra ai këtu është i gjallë, mes jush dhe mes nesh, dhe sot i vendosur në të portret që e jep atë Roland Runaj, është piktori i cili e ka punuar këtë portret, kaq interesant dhe që tashmë një ndër piktorët më të mirë të qytetit të Vlorës, i cili për arsye familjare nuk mund të ishte këtu me ne sot, por përcjell mesazhet më të mira dhe më të përzemërta për kujtimin e Leas dhe për familjen tuaj. Faleminderit, respekte dhe për zotëri që ka bërë. Si duket, cilat janë emocionet? Pra duket sigur flet, sigur është i gjallë. Pra original. Rosh. Viron Prifti tregoi se si 72 orë pa pushim ka shërbyer në këtë janar kur lumi Vjos doli nga shtrati dhe solli përmbytje në zonën e Novoselës. Vironi dëshiron që të vijojë trashëgiminë e mirë të Leas, gojëmblit dhe punëtorit dhe humanit. Është pika ku më të shumtit rrinë dhe me thënë, me që pika me afër të lumit për të matur dhe për të hashu është dhe vendi ku ne kemi ka vitet që në kohën e që në atë sisteme deri tani që monitorohet dhe vazhdon këtu. Dhe këtu është pika kryesore. Çfarë do të trashëgosh nga Lea? Të vazhdojmë punën, çfarë la ai dhe sa jetova me atë, ta vazhdojmë sa të kemi
mundësinë. Kështu dhe dëshiroj dhe brezi që të vit vazhdoj. Në fakt e ka trashëguar dhe brezit. Ashtu mendojmë tani, ashtu do vazhdojnë, sa të jemi edhe neve. Kjo është, në këtë komunitet ku neve rrim, shërben e to është një komunitet i mrekullueshëm, ndaq në zonë e Vlorës, ndaq e Fjesë, sepse pjesa ku është nga të dyja krahët, plus pastaj shoku, misia të tëra kudo që janë. Ju bëni gjithë për vete, kur vin këtu me gatimet, por edhe me mikpritje. Është gjë e trashëguar dhe do vazhdoj, ecën e gjak. Do vazhdoj. Mundësia është që të vazhdoj. Lea ka lënë Leon, që do të jetë pasuesi. Është djali tani, e themi të kaloj stafetin na një në tjetër, e mrekullueshme është kur kalon, të lëm stafet na një në tjetër. Dhe inshallah arrim si ata mas e 100%, s'bëhemi po ta arrim më të mirën. Rrofsht, faleminderit. Si të gjithë klientët që mbeten të kënaqur nga restorant Lea në Novosel, edhe stafi i televizionit 6+1 Vlora është i mrekulluar jo vetëm nga gatimet, por edhe nga mikpritja. Natyrisht më ka shijuar ushqimet shumë të freskëta, mishi i jashtëzakonshëm, vera, po mbi të gjitha është shërbimi njerëzor, do të thënë respekti që tregon karshi të gjithë klientëve që ka këtu, jo vetëm njerëz me personalitete, po dhe njerëz të thjeshtë, sepse ky lokal ka qenë i hapur gjatë ditëve të përmbytjes dhe kjo tregon për një humanizëm të jashtëzakonshëm. Dhe mbi të gjitha, një restorant është restorant e bën madhështor humanizmi që tregon brenda vetes tij. Ushqimi ishte i mrekullueshëm, më ka shijuar jashtëzakonisht shumë, në shoqëri të mirë dhe sidomos kamarierë të sjellshëm, edhe uroj që ky restorant të ketë sa më shumë klient. Portreti në pikturë të Leas, drejtori i përgjithshëm i televizionit 6+1 Vlora, Albert Deliaj, i abesoi piktorit të njohur Roland Runaj. Për arsye familjare, ai nuk ishte në këtë ceremoni në Novosel, por emocionet i përcolli nga studio e tij. Rasti konkret është një portret që na ka porositur Berti juaj, shefi juaj, me shumë kënaqësi, një nga portretet që ai ka porositur. E falenderoj atë dhe ju për besimin që keni treguar gjithmonë. Dhe kemi Lean këtu, një nga pronarët e një ambienti miqt tanë, do të thënë ku ne jemi ulur shpesh, jemi takuar. Dhe po mundojmë që ta interpretoj, do të thënë në bazë të fotografisë që Berti më ka dhënë ose familjarët që kanë dërguar. Është gjithmonë te piktura e porositur që të duket që është edhe një vepër arti, do të thënë mos të jetë thjesht një zmadhim fotografie, mos të jetë thjesht e ilustruar. Dhe të duket edhe penelata, sigurisht duhet të ngjaj patjetër, po që të duket që është vepër arti. Në Novosel është një shprehje që në fakt ka marrë dhënë edhe më tej, tek Lea hahet buk. Kjo është e vërtetë, pasi Arçile Prifti ka qenë zemërbardh dhe mikpritës, duke dhënë kontributin e tij për 50 vite në sistemin e mëparshëm, por edhe në demokraci, deri përpara 5 viteve kur u nda nga jeta në moshën 73 vjeçare si pasojë Covid-19. Por emrin e mirë dhe mjeshtërinë e gatimit e trashëgoi tashmë djali i tij Vironi, si dhe familja e tij me po të njëjtin përkushtim dhe pasion. Pasi është një traditë që nuk shuhet dhe nuk humbet, një bekim i Leas, Arçile Priftit, të urtit dhe bukëmblit, që e donte dhe respektonte çdo kush që e njohu. I paharuar Arçile Prifti, miku i të gjithëve.